Si jeni mo njerëz, besoj lajmin që 60% e të rinjve shqiptar janë analfabet funksional në shkencat eksakte, sipas vlerësimit të Bankës Botërore, e keni parë gjithë. Edhe rezultatin e PISA-s, që na rendit pothuajse në 10-shën e fundit, nga 80 vende jemi në vendin e 69, e keni parë që të gjithë. Besoj, bini dakord që është një situatë shqetësuese, alarmante, që duhet na shqetësoj të gjithëve, e duhet jetë temë diskutimi kudo. Sepse që ta pranojmë për asnjë prej qeverive shqiptare të këtyre 25-30 viteve të fundit, arsimi nuk ka qenë prioritet vërtet, por duhet jetë prioritet për ne. Unë mendoj që arsimi shqiptar, si dhe në shumë vende të tjera jo të zhvilluara, ka dështuar në disa drejtime. Nuk do të hyj jo kurrikula, jo gjëra të tjera që nuk më takojnë mua se nuk jam eksperte, por një vlerësim shumë i thjeshtë. Përveç problemeve të shumta që ka arsimi shqiptar, unë mendoj që vazhdon me një lloj mentaliteti gati komunist, në mënyrën se si jepet mësim. Duhet kuptuar që ajo ideja merr notat mira se do kish punën e sigurt sot nuk funksionon më. Dihet që me zhvillimin e teknologjisë, me zhvillimin e inteligjencës artificiale, nuk mund të funksionojë më akoma i njëjti sistem që përdorej para 30-40 vitesh. Dihet që brenda 5 vjetësh, brenda 2030-s, miliona punë që ekzistojnë sot nuk do të ekzistojnë më, ndërkohë që miliona të tjera do të krijohen. Kështu që duhet një riaftësim, një ndryshim të konceptit total për mënyrën se si shohim shkollën, arsimin, tregun e punës, çfarë kërkohet, gjithë këtë zhvillim. Dhe gjithë ky ndryshim i madh, fatkeqësisht nuk është reflektuar fare. Sot fëmijëve vazhdon t'i thuhet, mësoni përmendesh si dikur, siç na thuaj ne dikur. Ndiqni instruksionet, ndiqni udhëzimet, gjeni përgjigjen e saktë. Nuk funksionojnë më këto gjëra. Ato që çka kërkohet sot është mendim krijues, mendim kritik, si të përshtatesh me ndryshimin, si të zgjidhësh një problem, kurioziteti. Këto nuk i zgjidh dot inteligjenca artificiale. Shumë gjëra të tjera i zgjidh inteligjenca artificiale. Këtë mësuesit tanë, mësuesit që kemi sot në arsim, qoftë fillor apo të mesëm, nuk e kanë kuptuar, vazhdojnë të thonë, mësoni përmendesh. Ndërkohë që fëmijët e duan gjithnjë e më pak shkollën. Shkolla është gjithnjë e më pak atraktive, më pak tërheqëse. Ekziston akoma kjo ideja, ja, në shkollë nuk shkohet për të kënaqur, shkohet për të mësuar. Jo, në shkollë shkohet edhe për të kënaqur, sepse mund të kënaqesh nëse ti si mësues arrin ta bësh atraktiv mësimin, arrin të ngjallësh kuriozitet tek fëmia, arrin të përfshish të gjithë llojet e fëmijëve, qoftë atë nxënësin e 10-s, qoftë edhe atë nxënësin e 4-s, pa për asnjë dallim. Edhe kur jepet një përgjigje e gabuar të vlerësosh përpjekjen, edhe ti thua, shiko, shumë interesante kjo përgjigje, por mbase do ishte më mirë kështu, dhe jo thua që ulu, s'merr vesh ti. Dhe vazhdon ky mentalitet, është e frikshme, është e pabesueshme, me gjithë këtë ndryshim të jashtëzakonshëm që ka psuar jeta jonë. Vetëm mësuesi dhe arsimi nuk po ndryshon. Duhet kuptuar që nxënësit s'kam se ti din të gjitha, por duhet të dinë gjërat më të rëndësishme dhe para fare është si të nxën, si të mësojnë, se për shkak të çmendurisë së zhvillimit teknologjik dhe të përdorimit të smartphone-ve, kanë harruar se si të mësojnë, se çdo gjë pothuajse është gati, çdo informacion është gati aty te telefoni. Kështu që kjo është e para, por edhe se si të përshtaten me ndryshimin, si të zgjidhin problemet, si të dështojnë edhe të përpiqen sërish. Këto janë gjëra që duhen mësuar dhe sistemi jon arsimor, mësuesit tan nuk i mësojnë këto gjëra, por vazhdojnë me të njëjtin mentalitet si para 30-40 vitesh. Është për të ardhur keq sinqerisht, dhe nëse nuk i intereson qeverisë, nuk i intereson deputetëve, të cilit do krah, se kjo nuk ka lidhje me politikën, ka lidhje me të ardhmen e fëmijëve tan, duhet na interesojë neve, duhet jetë temë kombëtare, duhet bërë diskutime pafund, panele, debate, duhet na shqetësojë të gjithëve.